Është mbyllje e përkohshme e aksesit në platformën TikTok. Një mbyllje e përkohshme do të thotë që i kemi dhënë vetes 12 muaj kohë, pra deri në 12 muaj, për të bërë të mundur që në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës së TikTokut të mundemi që të marrim të gjitha masat e nevojshme për të vendosur kushtet dhe kriteret e duhura në mënyrë që aksesi në TikTok të mos dëmtoj fëmijët dhe të rinjt. Pra, ato materialet të cilat sot qarkullojnë dhe ne i kemi marrë të gjithë raportimin nga institucionet përkatëse, nga policia e shtetit, akte të cilat kanë shkuar deri në akte ekstreme, në vepra penale, dhe që nxisin dhe promovojnë dhunën dhe sjelljet e pashëndetshme, të mundemi që të reflektojmë me përfaqësuesit e TikTokut dhe me instrumentat që ato do të vendosin, që lidhen me filtrat, me algoritmet dhe gjithë elementet e tjera, në mënyrë që kur të rishikohet masa që është propozuar, pra e rihapjes, nëse do të ketë plotësime të këtyre kritereve, atëherë të jemi të gjithë të qetë që lundrimi i fëmijëve në platformën e TikTokut dhe i të rinjve të jetë sipas kushteve dhe kritereve, duke shmangur çdo incident apo krijim të elementeve që lidhen me dhunën apo nxitjen e bullizmit online dhe efekteve apo ndikimit negativ që ato kanë në jetën dhe shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve. Për sa i përket elementit që ka lidhje me ndërprerjen pra të aksesit, do të jetë Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, e cila me ente të përkatëse do të punojë dhe brenda një periudhe të shkurtër kohore, që mund të jetë disa ditë apo një javë pak, do të mundet që të realizojë pra këtë ndërprerje të përkohshme të aksesit në platformën e TikTokut.